Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala sharafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allah të zvugjel, tema e sonte titullohet Shëroni të sëmuarit tuaj me sadaka. Do t'jetë shkurt. Ja teme cila ka të bëjë diçka me sadakan dhe ndërlidhet me çështjen e shërimit. Realisht është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë dawu mardakum bi sadaka. Shëroni të sëmurit tuaj me sadaka. Kjo hadith është hadith që shumica prej neve e dëgjojnë, e lexojnë mirë, por megjithatë nuk i besojnë. Edhe pse sipërfaqësisht ata thonë që i besojnë, por realisht kur është pyetje shërimi nëpërmjet sadakas, shohim që rezultati është i zbet. Do thotë që besimi është i mangët. Kur është pyetje ky hadith dhe hadithet e tjera që pejgamberi sa ka premtuar diçka, premtimi i tij është i vërtetë dhe kës ka dyshim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pejgamberi Allahut nuk fol nga mendja, ajo që e flet është shpallje. Ky hadith realisht e nxjerr pa se shërimi nuk është prej mjekut, shërimi është prej Allahut. Mjeku kuron, Allahu shëron. Ka sebepe shumë, disa janë farmaceutike, disa janë shpirtërore, sikur se rukja, duaja e shumë me radhë. Një prej atyre cila ndikon në shërim është sadakaja. Sadakaja dhe vepra e mirë janë dy faktorë që ndikojnë në ndryshimin e jetës së njeriut. Qoftë në aspektin e bereqetit, në aspektin e shtimit rrezikut apo ruajtjes nga fatkeqësive, po është ndikimi të shërimi shumë sëmundjeve edhe largimi shumë fatkeqësive edhe belave. Për dikësht, diçka që s'mund ta paramendoj, ta perceptoj me mendjen e tij, mirë po realiteti dëshmon diçka tjetër. Ne i kemi tekstet fetare, i besojmë atyre. Dhe po është përvoja që e shohim për dëshmëri nga njerëzit e ndryshëm dhe nga umetet e ndryshme, se kjo çështje nuk varet vetëm se te ne si musliman. Këtë dëshmojnë edhe jo besimtarët, jo musliman, se si ndikon sadakaja në largimin e belave, në largimin e zullumeve, në arritjen deri te shërimin e plagave e kështu me radhë. Kjo dëshmi, kjo përvojë që përmend Ibn Qayyim dhe shumë ulemat nuk e kanë dëshmuar vetëm se besimtarët, e kanë dëshmuar edhe jo besimtarët. E jona mbetet që ne ti besojmë plotësisht dhe të mundohemi ta marrëmi si sebeb, si shkak, për shkak se shpesh ndodh që kemi sëmundje që nëpërmjet mjekësisë nuk ka mundësi që të kurohen. Ti shkon te mjeku, i merr gjitha sebepet, mirë po realisht e shet që s'ka shërim. E nuk pengon kur gjo që me dhon sadaka o me bën një vepër të mirë me niyet shërimi, besoj që është shumë e lehtë, po rezultati është shumë i madh. Nëse e ke bindjen e plot dhe i mbështetesh plotësisht Allahut, shpresohet me lejen e Allahut o shërimi, o dobësimi i sëmundjes, e lehtësimi i dhembjeve të pacientit. Unë thash se pejgamberi sa ka thonë dawu mardakum bi sadaka, shëroni të sëmurit tuaj me sadaka. Dera e sadakas është e gjerë. Sadakaja si term normalisht e ne kur përmendet zakonisht përfshihet vetëm se çështja e mallit edhe pasurisë. Mirë po ana shkalon shumë gjëra tjera. Bosjeqa sadaka, ndihma dikujt për me hip në mjetin e transportit është sadaka. Ndihmesa e tij, diçka që i duhet atij për me bajt është sadaka. Fjala e mirë është sadaka, me shku çdo që e bën për xhami është sadaka, çdo vepër e mirë është sadaka. Andaj te ne kur përmendet sadaka, zakonisht njeriu i shkon ndërmend çështja e parë pasuria. Nuk është vetëm se pasuria, ka shumë forma tjera sepse jo çdo kush ka mundësi me dhon sadaka me pasuri. Nëse nuk ke mundësi me pasuri, ka mundësi forma tjera. Një prej formave që ana shkalohet dhe që dietarët e përmendin zakonisht, dhe ata thonë që kjo lloj sadakaje në kohën e sotit është shumë e vlefshme, krah shumë sadakave tjera, është sadakaja me dije, për hapje dijes. Madje selefi kanë folë shumë gjëra gjatë rreth kësaj çështje, që edhe për hapje dijes, mësimi e atij që nuk di është sadaka, edhe në këtë formë njeriu merr sadaka. Thot Hasan al-Basri rahimullah, prej sadakas është që njeriu dëgjoje diçka nga feja, apo nga fiku, edhe pastaj shkoje të mësoje tjerëve atë. Dëgjon diçka, mëson diçka, edhe dikujt tjetër ja përcjellat që e ke dëgjuar. Thoshte Ibn Rajab rahimullah,
Një prej sadakave më të mira është mësimi i atij që nuk di dhe kthedhja e atij që është i shkujdesur. Ai që nuk di s'ka dyshim që ka nevojë për dije. Kurse ai i cili është i shkujdesur ka dituri, mirë po ka nevojë që të kthedhet. Për shkak se personi në fjalë dunjoja, materializmi, kështu me radhë i ka harruar gjërat. E ka nevojë dikush që t'ia rikujtojë atij. Ai i cili ja rikujton ose e mëson një të padijshëm sipas Ibn Rexhepit është sadakaja më e mirë. Thoshte Hasan al-Basri rahimullah për fjalën e Allahut wa mimma razaqnahum yunfikun, Allahu në fillim suratul Baqara thot Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, kjo është një libër që s'ka fare dyshim. Hudan lil muttaqin, udhëzim për të devotshmit. Kush janë ata? Alladhina yu'minuna bil ghaib, ata që i besojnë ghaibit. Wa yuqimuna as-salat, e falin namazin, wa mimma razaqnahum yunfikun, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë ata shpenzojnë. Hasan al-Basri thoshte rahimullah, nuk ka shpenzim më të mirë se sa shpenzimi që jepet për dije. Ashtu ka mundësi më përfshi dija, si dije, ka mundësi më përfshi përhapja e dijes nëpërmjet formave tjera. Ndoshta ti nuk ke dituri shumë, po ka mundësi me ndihmu dijen. Si e ndihmon dijen? E ndihmon nëpërmjet projekteve ndryshme, që ka të bëjë me çështjen e dijes, me çështjen e diturisë. Daveti, përhapja e diturisë, botimi i librave, përhapja e librave, shpërndarja e tyre, shpërndarja e musafeve, kështu me radhë. Do thot kjo llogaritet për ty sadaka. Dhe thot Hasan al-Basri që ky shpenzim është për qëllim ai shpenzim që Allah subhanahu ka përmendur në këtë ajet. Me një vend tjetër, me një gjuhë tjetër thuhet se nuk ka dhuratë më të mirë dhe dhuratë më të bukur se sa një fjalë që njeriu e dëgjon, fjalë të mirë dhe pastaj i adhuron vëllait të tij musliman. Jo çdo herë dhurata duhet të jetë materiale. Ka mundësi me qenë edhe shpirtërore. Dhe ka mundësi me qenë do thot një dhuratë e cila i bën dobi atij. E nuk ka dhuratë më të bukur dhe më të mirë se sa ti që e dëgjon një fjalë, edhe pastaj fjalë të mirë qëllimi dhe pastaj ja përcjell vëllait tan musliman i cili përfiton prej asaj. Ebu Derda thoshte, nuk ka dhënë njeriu sadaka më të mirë se sa sadakaja që e këshillon vëllain e tij besimtar. Edhe pastaj ata shpërndon, kanë qenë bashkë, kanë prezantuar, pastaj shpërndon dhe ai e mbon mend atë këshill që e ka marrë dhe punon dhe Allah i bën dobi me atë këshill. Thotë kjo sadakaja më e mirë. Kab ibn al-Ujra radhiyallahu anhu thoshte, atë që dhuroj diçka një dhurat, thoshte bani salavat, çoni salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dhurata më e mirë ose sadakaja e realisht më e mirë sipas atij. Qëllimi ka qenë ta rikujtoje një çështje e cila është e dobishme për ty dhe ti ka mundësi me përfitu prej asaj sepse secili i cili çon salavat mbi pejgamberin Allahut do shpërblet me lejen e Allahut azza wa jall. Ebu Hurajra sipas një hadithi që e shënon Ibn Majah, thot Ebu Hurajra se pejgamberi sa ka thonë sadakaja më e mirë është sadakaja e njeriut i cili merr dije e pastaj e mëson vëllain e tij musliman. Ky hadith është i dobët. Sheikh Albani rahimullah e bën hadithin e dobët, e vlerëson si hadith dobët, mirë po megjithatë ka mundësi për me dëgju dikundi ose me lexu. Po si hadith është i dobët. Mirë po ulemat si normalisht kuptimin që e kanë marrë, domethënien e hadithit edhe duke u bazuar në ato qera, jo që e kanë ngrit hadithin me qenë i mirë për mu bazuar taj, po fjalët, do thotë si kuptim, gjitha ato që i kanë përmend edhe të parton ulemat e tjerë, ta bëjnë qartë me dije, do thotë që me të vërtet një prej dyerve të sadakas është përhapja e dijes. Muadh ibn Xhebeli thoshte aleikum bil ilm fa in talabahu ibada. Kapuni për dije sepse kërkimi i dijes është ibadet. Wa ta'allumuhu lillahi hasana. Dhe ta mësosh dijen për Allahun është vepër e mirë. Wa badluhu li ahlihi kurbatan. Kurse ti shpërndash atyre që duhet për me shpërnda dije është afrim për tek Allahu dhe ti mësosh atij që nuk di është sadaka. Kurse përsëritja e tij është tesbih, është lartësim, lavdërim i Allahut azza wa jall. E thoshin ulemat disa prej parve, nuk ka më të mirë sadaka njeriu që jep se sa përhapja e dijes. Thoshte Mekuli rahimullah, nuk ka dhënë njeriu sadaka më të mirë se sa përhapja e dijes. Thoshte Imam Sanani rahimullah, ku është urtësia e fjalës për mesë se shëroni të sëmurit tuaj me sadaka. Tash kthehemi te çështja asoj hadithit. Ajo që përmend ai që do thotë me ta bëj qartë me dije se ka kohra ku sadakaja dallon.
Gjitha janë të mira. Mirë po ko kur ndonjë sadaka është më mirë se sa tjetra. Në kohën e varfërisë, të njerëzve mundesh mi kallzu deri gjithë ditën. Po si kanë mend të desi, i kanë mend të barku. Atëherë është më e mira me dhon ushqim, për shkak se njerëzit kanë nevojë. Në kohën e xehlit kur përhapet padituria, sadakaja më e mirë është dija dhe përhapja e dijes. Prandaj ne jemi në kohë tillë, për shkak se njerëzit në përgjithësi nuk kanë njohuri rreth fesë, në veçanti themeleve të fesë. Prandaj kërkohet për njerëzve dija përhapja e dijes në forma ndryshme, dije saktë e drejtë e cila ka mundësi që të përçohet deri te njerëzit, edhe njerëzit përfitojnë dhe ta largojnë xhehlin, të afrojnë sa më tepër Allahut azza xhel. Imam Sanani rahimahullah. Për hadithin që ka përmend pejgamberi se dawu mardakun bi sadaka, shëroni të sëmurët tuaj me sadaka, thoshte se ky person të varfrit i largon dhembjen e urisë dhe nevojës. I varfri ka nevojë, ka uri. Ti me sadakon tënde çka bën? Ja largon atë dhembje. Ai ka breng, ka siklet. Ti ja largon me lejen e Allahut atë uri, atë breng që e ka në shpirtin e tij. Për këtë arsye Allahu të shpërblen sipas llojit të veprës që e ke bë. E ke largu një dhembje, Allahu ta largon dhembjen e sëmundjes. Kjo është urtësia sepse pejgamberi sa thotë që shëroni të sëmurit tuaj me sadaka. Është një rregull në shariat. Se shpërblimi vjen nga lloji i veprës. Ashtu si punon, ashtu do shpërblesh. Sa punon, ashtu do shpërblesh. Sa jep, ashtu do t'jepet. E kështu është rregulli të Allahut azza wa xal. Sikur që vepron, ashtu do veprohet edhe me ty me lejen e Allahut azza wa xal. Thoshte Fadhalet ibn Zeid el-Adwani, i cili ka qenë tabiin rahimullah, thoshte nuk ka diçka që e largon musibetin edhe fatkeqësinë sikurse pasuria. Dhënia e parëve, dhënia e tollave. Nëse dëshiron për mi largu belat edhe për mi largu fatkeqësitë, atëherë jep lëmosh. Nuk ka fatkeqësi e cila zbret në këtë dunjë, veç se gjunohu është shkak. Dhe nuk ka arsye ose sebeb që e largon atë bela veç se istighfari. Kërkim falja është arsyeja e cila ndikon që të largohet belaja. Një prej tyre që lidhet me istighfarin është sadakaja. Për shkak se njeriu nëpërmjet sadakas mundohet ta fshijë gjunohun e tij. Edhe kërkim falja është ajo që e ngrit belan edhe nuk e lejon për me ardh fatkesia tjetër, po dhe nëse është kader për me zbrit, atëherë Allahu e lehtëson ose ty të forcon edhe e përjeton edhe ti shumë më lehtë. Thoshte Ibrahim an-Nakha'i tabini i njohshëm, ata e shihnin, do thot gjeneratat e para, gjeneratat e tij, e shihnin që njeriu nëse do për me largu zullumin që është bë, sadakaja është një prej arsyeve që largon atë. Kush dëshiron për me larguën, do thot kush dëshiron për me larguën zullumin, le qape sadaka. Ebu Bekr el-Khabbazi rahimullah thoshte, isha i sëmur, edhe sëmundja ime ishte e tillë që kishte shumë rrezik, edhe s'kishte mundësi për shërim. Edhe unë pa fqinji im, edhe më këshilloi diçka. Edhe unë më tha, pse nuk po e përdor, pse nuk po e zbaton hadithin e pejgamberit, shëronin të sëmurit tuaj me sadaka. Atëherë tha kur ma rikujtoj, se normalisht, jo që nuk e ka ditë, po njeriu zakonisht është ish kujdesu në raste tilla. Tha koha ishte shumë e ngushtë, e vetmja gjë që pata mundësi tha ishte me dalë në treg edhe me ble diçka. Atë që e gjeta ishte shalqini, tha mora shalqina, bostan. Shalqina, mora thë i bleta, tha edhe erdhën fukarat, edhe fëmit, edhe hangrën, edhe në fund tha u lutën për mu, që Allah zë gjelë po me më shëru. Edhe tha nuk shkaloj shumë pak kohë. Do thot prej natës, deri në mëngjes, vetë se kur u gdhiva në mëngjes ta e pas që Allah zë gjelë më kështë pas shëru. Luqe sinqerte, luqe fëmi, se fëmija normalisht nuk është sikur se na të mëjt gjunaqar. Fëmijët janë pasherë, janë, do më thonë, janë sinqert, edhe luqet e tyre janë sinqerta. E do thot fëmijët edhe fukarat kanë qenë sebeb që ky person të shëruat. Imam el-Behakiu te libri i tij Shob el-Iman thot për Ali ibn Hasan ibn Shakik, thotë kam dëgjuar Abdullah ibn Mubarakin rahimullah. Se një njeri e ka pyet, kjo gjurmë është e njohur në histori, përmendet shpesh. Thotë më ka dalë një plak, e kam pasën do thot në gjurin e tij diku 7 vite. Parandoj 7 vite me pas një problem gjuhë. 7 vite rrishtasi, kam provu çdo ilaç, çdo mjek, s'ka pas sukses. Edhe Ibn Mubareki i tha,
Ibn Mubareki i tha, mirë, a ka mundësi me gjeti një vend ku nuk ka ujë, edhe me marrë me qenë një posë që njerëzit përfitojnë prej atij uji? Po. Tha shko, tha qele, tha një posë ose një bunar ose një qeshme, shka do me qenë ajo? Thjesht ku ka ujë që njerëzit përfitojnë prej asajna. Tha dhe shkova edhe veprova ashtu. Edhe nuk kaloj pak ko Allahu Azza wa Jalla. Këto janë raste të vërteta. Qëllimi im i këtij hadithi nuk është që sqaroj gjëra gjatë për sadakon për shkak se ne e dimi. Qëllimi është i tregoj disa prej rasteve që të bindemi, na shtohet bindja sado pak rreth asaj që e ka përmend pejgamberi sa. Ky njeri 7 vite ka pas problem me gjurin e tij. Edhe sadakoja ka qenë sebeb që t'i shërote. Dikush thot po mirë, edhe unë kam dhënë. Po. Ke dhënë mirë, po problemi është çfarë bindje ke pas. A ke bindjen e plot që ti nëse e jep shërosh apo jo? Unë besoj që nuk e keq ashtu. Por shkak se shpeshherë ti jep, jo që nuk i beson, por shkak se mohimi i një teksti fetar është kufër. Po ti i beson mirë, po jo me bindje të plot. Se bindja e plot është diçka tjetër. Që ti e ke bindjen e plot që s'ka mundësi për me ndryshu. E kjo bindja e plot dallon nga bindja jone e përditshme ku ne e shprehemi por realisht me zemër kemi dyshime. E njëjta i ka ndodhur edhe Imam Hakimit i njohur për librin e tij që e kol Mustadrak. E ka pas një plag në fytyrën e tij një periudhë gjatë. Nuk ka pas mundësi çdo ilaç që ka provu. S'ka. Takohet me imamin e njohur Ebu Uthman Sabuni rahimullah, edhe ja tregon hallin e tij. Dhe i thot ditën e xumës, ka mundësi me i thonë që ati xhamatit, shka vinë që prezentojnë dersin e tij, me bon një dua. Imam Sabuni thot që i ka tregu atyre për rastin e Imam Hakimit, edhe as lut, ata kanë thonë amin, normalisht se amin do thotë ose pranoj, edhe ka përfunduar çështja. Natën ose javën tjetër, xhumën e tjetër, ka një grua, dhe e ka shkruajtur një letër, e ka hedhur do thotë letrën prej te gratë te burrat. Edhe ka pas edhe gratë, normalisht e pjesa e grave. Edhe kur e ka dëgjuar, e ka shkruajtur një letër. Çfarë ka shkruajtur kjo gru? Kjo gru ka thonë kështu: kur ke thonë ti për me u lutur jam lut. Natën kur kam shkuar në shtëpi jam lut në vazhdimsi. Natën gjumë e kam pa pejgamberin e Allahut Azza wa Jall nëndër, edhe më ka thonë pejgamberi i Allahut Azza wa Jall, thuaj Ebu Abdullahu, do thot Imam Hakimi, thuaj let jope ujë njerëzve. Let shpërndaje ujë. Edhe ja përcjellin lajmin Imam Hakimi dhe Imam Hakimi e ban këtë çështje. Do thot merr çelpus apo do thot e merr një vend, një burim ku ka pas nevojë për ujë, edhe njerëzit fillojnë për me pi ujë, edhe Imam Hakimi nuk shkon një javë vetëm se shërohet me lejen e Allahut Azza wa Jall. Pas asaj ka jetuar edhe gjatë Imam Hakimi rahimullah. S'ka dyshim se çdo vepër e mirë sadaka. Çdo vepër e mirë që Allahu Azza wa Jall e do, ose çdo fjalë e mirë që Allahu Azza wa Jall e do, është sadaka. Për këtë arsye mos u bën koprac. Për me dhënë sadaka, se kjo sadaka ka mundësi që të bie sebeb ditën e Kiametit që Allahu të mbrojë nga zjarri i xhenemit. Qoftë edhe pak. Mirë po, kjo pak te Allahu është shumë. Allahu shpërblen për pak shumë. Sipas niyetit, si niyeti ndryshon shumë gjëra. Ajo që dihet për sadakon, që mos ty temën e sadakot, për shkak se nuk është tema ime si sa fillim, do thotë është e largon belan, e shton rrezikun, ta jep bereqetin, ta shton dijen, të mbron nga përfundimi i keq, ta fshin gjunohën, të ruan ty dhe familjen tënde nga çdo të keqe në dunjë dhe në ahiret, të mbron poshtë në ahiret, secili do të jetë në njën e sadakasve ditën e Kiametit. E shumë vepra tjera. Mirë po megjithatë, njeriu kur jep, a dini se realisht ai i ka disa ushtarë. Nashta kështë pas qef ndonjëherë në jetë me 100 komandant. Na kemi këtë qef komandantën. Po na duhen ushtar. E për ushtar, pak është problem. Se do të me kriju ushtri. Nëse do me pas ushtri, edhe ata me punu për ty, dhe ti me ndet në shtëpi tënde me fletë rahat, bani një ushtri për atyre nevojtarëve me sadakan tënde. Ti jep, ata do të qenë ushtarët e tu me lejnë Allah. Realisht njerëzve që u ndihmon, edhe i përkra, edhe u jep, ata janë ushtarët e tu përballë gjithë atyre fatkeqësive që kanë për me zbrit. Se armiku kur zbret, ti ke nevojë për mburoj, për mbrojtje. Gjithë ato belate dhe fatkeqësi që të rrezikojnë,
Ushtarët e tu janë sebeb që me lejnë Allah t'i largojnë ata. Se këta ushtarë ti fle ata lutën për ty. Se dikujt i kujtosh e ki ndihmu. Edhe kur lutet, nuk të harron lutjet e ti. Thot, o Zot filoni kur kam qenë mas shumë ti nevojtar, më ka përkra dhe më ka ndihmu. O Zot filoni, ma ka bo këtë edhe këtë, mbroje atë dhe familjen e ti, ruaj atë dhe familjen e ti, jepit mira ati edhe familjes ti. Gjithë këta ti realisht i ke ushtarë. Ushtarët e tu që ti kur flata lutën për ty. E nëse jep, me lejnë Allahut edhe për ty dukush të jep. E handaj nëse dëshiron me pas ushtarë që luftojnë për ty, atëre dije që i ke pikrisht ta se këta e në masin qërtit. Se njeriu realisht nuk e harron vështirësinë, se njeriu harron, pa i sinqerti nuk ta harron kur. Pejgamberi Allahu te zotëri ka qenë njeri i cili ka nxit në vepra të mira dhe Islami është fe e cila nxit në bamirësi, edhe në mirësi, edhe nxit sadaka dhënie. Islami është fe e cila të mëson se si me pastru realisht shpirtin tanë. Kad aflaha men zakkaha wa kad khaba men dasaha. Ka shpëtu realisht ose vërtet ka shpëtu ai i cili e ka pastru kan shpirtin e tij dhe ka dështu ka ai i cili e ka mbush me gjunohë shpirtin e tij. Pastrimi si vjen? Pastrimi vjen në forma shumëta, një prej mënyrave është pikërisht vepra e mirë. Sa më shumë punon, edhe angazhohesh për vepra të mira, aq më shumë shtohet edhe imani edhe pastrohet edhe zemra. Ai i cili merret me bamirësi, s'ka dyshim se çdo herë shef që shpirti i tij është i gjerë. Pejgamberi sa ka qenë njëri më zemërgjër, më i dashur, më i butë, më bujar. Edhe zemërgjerasia e tij është po fytyrën e tij, në pamjen e tij, në veprat e tij. Ai i cili dëshiron për me qenë i tillë, let kapet për veprat e mira për shkak se ato janë garanca vetëm që ky njeri ka për me ndryshu me lejen e Allahut azza wa xal. Po ashtu, vepra e mirë i qetëson gjakrat. Njeriu nganjëherë ka mundësi për me u nxjerr gjaku i tij, po bamirësia bie sebeb që qetësohet shpirti i tij. Një prej rasteve dhe me këtë po e përfundoj, për shkak se nuk duhet ta zgjas. Qëllimi im i kësaj ka qenë ligjërata thjesht rikujtim, që të na shtot bindje rreth këtij hadithi me ato shembuj që i përmenda. Dhe po e përmendi këtë si rast fundit. Thot Ebu Nëmr ibn al-Anezi rahimullah ka qenë kadi, gjykat, ta shkova tha në Yemen, për me ta tregu se si çështjet përfundojnë mirë, shkaku i veprave të mira dhe sadakas. Shkova në Yemen dhe u takua me disa prej prizve të Yemenit. Me njërin që është taku dhe ka qëndruar me të, ka qenë një person i cili ka pas telashe më herët. Telashet e tij nuk kanë qenë thjeshta, kanë qenë telashe të mëdha. Mixha e tij e ka vrarë babën, ka dashur ta mbyshë edhe këtë. Kaderi Allahu azza wa xal ndryshojnë çështjet vijën pushtet. Pas një periudhe rebelohet një qytet prej qyteteve që ka qenë nën perandorinë e këtij. Dhe thot vetë tregon, gjykatësi thot isha me të. Edhe shkuam edhe u zemru tepër për shkak se s'ka pas nevojë sepse të ngriten kundër këtij. Tha u zemru edhe u premtoi se kur të shkoje kam i luftu, kam u der gjak. Në këtë rast, tha e mlodhi krejt ushtrinë dhe shkuam deri në hymje qytetit. U ndalën, u përgatitën, erdha një gru në mesin e njerëzve prej qytetit. Tha heci deri sa erdhi te prisi. Edhe filluan që të bisedojnë, e priti tha mirë. Edhe i tha kjo grua, i tha mos e ban atë që e nis. Zbute që të çojë vetën, zbute situatën që mos vjen deri te gjakderja. Tha madhuro qytetin. Madhuro qytetin nuk kupton te kjo ta marrin pushtet. Njerëzit, pasuri, gjitha që kanë qenë. Edhe refuzoi. I tha s'ka shans, këta janë hipokrit, janë ngrit kundër meje, për shkak se nuk kanë pas nevojë për mu ngrit, edhe s'ka nevojë do të thotë që më adhuru dikujt. Kjo grua zemrohet. Zemrohet se pse nuk ja jep, edhe pasi që zemrohet, ngritet edhe niset. Ky burr, ky pris i thot qerve, thot thërë në njërë. Edhe vjen, edhe ja jep. Thot, qyteti është i juti, kreti ketut. Këtu përfundon vllavrasja. Ndalet, qetësohet. Edhe kadi thot u çudita, kush ka qenë kjo grua? Kjo grua ka qenë një grua e cila e ka marrë këtë person në mbikëqyrje kur e kanë mbyt babën e tij. Mixha e tij ka dashur me mbyt edhe këtë. Kjo grua e ka fsheh. E ka marrë, e ka rrit, e ka eduku.
Kur është rrit, migja e tij ndërkohë e ka marrë pushtetin. Kur e ka marrë pushtetin, një periudhë, pastaj ka fillu problemet, padrejtësitë dhe populli është ngrit kundër tij. E kanë rrëzuar, e kanë mbyt, kanë kërku zavens ti, ky ka qenë gjallë, e kanë ditë, e kanë marrë për shkak se ky ka qenë më meritori, edhe e kanë prunë pushtet. E kjo gru ka qenë sebeb që ai sot gjendet në mesin e udhëheqësve të asaj periudhe që kanë qenë Yemen. E kjo bamirësi e kësaj gruas ka rënë sebeb që t'ja jape atë qytet edhe ndërpritet vllavrasja edhe mos të ketë gjak. Do thotë që vepra e mirë nuk harrohet. Edhe s'duhet që të harrohet. Edhe duhet personi që të përmendet për të mirë. E jo na mbetet që ne ta kujtojmë secilin që na bën mirë dhe normalisht që t'ja kthejmë me të mirë, për shkak se kjo është edukata islame dhe kështu na mëson feja jon. E lutem Allahun që të na bën prej tyre dhe lutem Allahun që të sëmurit tonë Allahu të i shëron dhe lutem Allahun që të na bën prej tyre që bindja jon shtohet në tekstet fetare dhe kemi bindjen e plotë sepse premtimet e Allahut janë reale dhe s'ka mundësi që të ndryshojnë. Kjo është e vërteta. Jashtë asaj nuk ekziston e vërtetë tjetër. E jona mbetet që ta shtojmë sa më tepër për bindjen, edhe të bindemi në atë që punojmë dhe atë që veprojmë. E lutem Allahun që Allahu të na bën prej tyre, dhe lutem Allahun që të na mësojë sa më shumë punojmë vepra të mira, dhe të jemi prej atyre që japim lëmosh. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.